Si po I kalojmë ditët tek shtëpia prindërve në Shqipëri, siç mund të shikoni, relaks dhe qetësi. Në fillim nisi dita duke ndërrur rroba të gjitha, do më thuash kur u zgjove kur I përgatit, e ishte përgatit mami të gjitha, I kishte larë në lavatriçe, edhe unë ndëra rrobat që të munden të thahen, siç mund të shikoni kemi ditë perfekte aty, jo shumë ngrohtë, jo shumë ftohtë në Shqipëri, edhe te zona ku jam unë fakt. Edhe siç po shikoni po merremi me punët e mëngjesit, po laj makinën, po fshin një çik mami aty te avllia, pastaj ja u morëm një çik me kopshin, aty një kopsh të vogël në fakt para shtëpisë, që më shumë duam ta pastrojmë, edhe ta rregullojmë një çik, të vendosim disa lule, edhe I dini juve siç I kanë këto shtëpit në fshat aty që duan të jenë lulet anë mbane dhe pse jo. Këtu të ka qef që ti shikosh, dolën edhe baktit, edhe ikën lart që të kullosin, aty po vazhdojmë punët neve si të shikoni, edhe pasi mbaruam punët e mëngjesit, hëngrëm mëngjesin dhe një kafe është ajo e cila na duhet që të qetësohemi edhe të shijojmë pamjen fantastike që kemi aty, edhe më thoni ku mund ta gjejmë në vend tjetër këtë pamje. Ky është mëngjesi jon për sot, të kaloni edhe juve një ditë sa më të bukur. Shihemi së shpejti, ciao.